Një aksident i rënd u regjistrua mbrëmjen e së shtunës në Lezhë. Policia informoi se rrethorës 145 në komisariatin e policisë Lezhë është paraqitur djali i shtetasit AK, i cili ka kallëzuar se ka humbur kontaktin me babain dhe motrën e tij, të cilët ishin nisur për në punë me automjetin e tyre. Me njëherë pas marrjes njoftimit, shërbimet e policisë kanë ushtruar kontrolle për gjetjen e tyre në fshatin Gocaj, në afërsitë të fabrikës së çimentos. Në një rrugë dytësore u gjet automjeti i tyre në një kanal me ujë. Pas nxjerrjes së automjetit nga uji, rezultoi se në automjet ndodheshin pa shenja jete shtetasit Anton Keqi, 54 vjeç, dhe Bora Keqi, 20 vjeçë, babë e bij. Paraprakisht dyshohet se automjeti ka dalë nga rruga si pasojë humbjes së kontrollit mbi drejtimin e tij nga ana drejtuese së automjetit shtetases Bora Keqi, ndërkohë grupi hetimor mbi rritjen e venngjarjen dhe punoi për sistemin e thanave për caktimin e shkakut të daljes nga rruga të automjetit dhe për dokumentimin e plot ligjor.